Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha doli para gazetarëve në një konferencë për shtyp. Ai quajti zgjedhjet e 11 majit farsën më të shëmtuar të 33 viteve në Shqipëri. Gjithashtu akuzoi Partinë Socialiste dhe qeverinë për manipulime të votës së diasporës. Berisha theksoi se ato ishin të shoqëruara me krime elektorale, që ndikuan në rezultatin e kutive të votimit, duke e konsideruar këtë proces të gabuar dhe larg vullnetit të lirë të shqiptarëve në diasporë. Në të gjitha këto takime, unë njoha bashkëbiseduesit e mi me vjedhjen e madhe të haptë dhe publike të votës së qytetarëve shqiptar nga narkodiktatori Edi Rama dhe në këtë aspekt u paraqiten vendimet e qeverisë për bonusin famoz 100 euro për vot për çdo pensionist, vendimi i qeverisë për të falë 200 milion euro, kurse fatura e parë është 76 milion euro, punësimet, 10 mijëra punësime për vot, 10 mijëra hektar kanabis për vot. Janë këto akte të cilat rrëzojnë në mënyrë përfundimtare farsën elektorale të 11 majit. Pa llogaritur këtu ndërhyrjet e fuqishme të krimit organizuar në 20 bashki të vendit dhe 10 qarqe. Rezultatet e këtyre ndërhyrjeve kulmuan me më të votuarit e të votuarve në Shqipëri, persona anonim si Sara Mile, Arken Balla, e të tjerë.